Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Pse të moshuarit zgjohen në orën 3 të mëngjesit dhe çfarë paralajmëron kjo për shëndetin? Ju ka ndodhur të zgjoheni për disa net me radhë në të njëjtin orar. Mund të duket rastësi, por në mjekësinë tradicionale kineze mund të ketë një shpjegim edhe një zgjidhje për ju. Çdo organ ka orën e tij biologjike, ndaj edhe ekziston një kohë optimale për çdo aktivitet. Disa organe bëjnë punën më të madhe gjatë natës dhe arsyeja pse zgjoheni gjithmonë në të njëjtën orë mund të jetë simptom ndonjë problemi shëndetësor, ndaj mos e neglizhoni. Sipas mjekësisë tradicionale kineze, nëse gjumi ju del në këto orare, mund të shfaqet edhe për shkak të këtyre problemeve. Nëse ju del gjumi midis orës 21 dhe 23 të mesnatës, mund të jetë shkak problemi tiroideve. Gjatë fazës së parë të gjumit, sistemi endokrin ribalancon ndërkohë që enët e gjakut bëhen më aktive. Kjo do të thotë se çdo problem shëndetësor i lidhur me sistemin imunitar, tiroiden, gjendrën veshkore dhe metabolizmin mund t'ju mbajë zgjuar. Vështirësia për të fjetur në këto orare mund të jetë gjithashtu shenjë stresit ose ankthit gjatë gjithë natës. Për të përmirësuar cilësinë e gjumit në këtë fazë, mund të praktikoni meditimin, jogën ose ushtrimet relaksuese. Nëse ju del gjumi midis orës 23 dhe 01 të mëngjesit, mund të jetë për shkak të gurëve të tëmthit. Tëmthi prodhon një lëng të quajtur bile, që nevojitet për tretjen dhe absorbimin e të gjitha yndyrnave që konsumoni gjatë gjithë ditës. Zgjimi në këto orë të natës mund të paralajmërojë për gurë të tëmthit ose duhet të ulni konsumin e yndyrnave të konsumuara gjatë ditës në mënyrë që të mos vuani nga këto shqetësime. Nëse ju del gjumi midis orës 01 dhe 03 të mëngjesit, mund të jetë për shkak të problemeve të mëlçisë. Gjatë kësaj kohe trupi pastron veten, duke hequr mbetit nga gjaku dhe indet e tjera. Prandaj zgjimi në këto orë mund të tregojë për nivele të larta të toksinave në trup që duhet të përpunohen nga mëlçia. Që ky organ të funksionojë si duhet, pini më shumë ujë dhe kufizoni alkoolin, gjithashtu edhe kafeinën. Nëse zgjoheni midis orës 03 dhe 05 të mëngjesit, mund të jetë edhe për shkak të problemeve të mushkërive. Mushkërit janë organet e para që fillojnë të mbushen me oksigjen duke transportuar atë në sisteme të tjera për t'u përgatitur për një ditë të re. Nëse zgjoheni rreth orës 03 dhe 05 të mëngjesit dhe keni simptoma të tilla si kollitja, teshtima dhe bllokime të hundëve, paralajmërojnë për probleme shëndetësore si ftohje ose grip ose edhe një dietë e varfër. Nëse zgjoheni midis orës 05 dhe 07 të mëngjesit, mund të jetë për shkak të problemeve të zorës së trashë. Gjatë këtyre orëve të mëngjesit, energjia është të përqendruar në shumë pjesë të trupit dhe më shumë në zorrën e trashë për të pastruar mbetit nga trupi. Nëse keni ndonjë çrregullim të këtyre organeve, mund të përjetoni kapsllëk, shtim të peshës ose plagë të parakohshme, citon Brightside. Që zorra e trashë të funksionojë si duhet dhe për të rregulluar ciklin e gjumit, duhet të tendosni muskujt, të pini shumë ujë dhe të shkoni në tualet pasi të zgjoheni. Kjo është një mundësi shumë e mirë për të mbajtur nën kontroll edhe këto problematika. Çrregullimet e gjumit janë mjaft të zakonshme tek të moshuarit, duke rezultuar më shumë edhe në një gjumë të dobët. Kjo mund të jetë për shkak të arsyeve të tilla si medikamentet, probleme shëndetësore, çrregullime themelore të gjumit. Gjumi i dobët mund të jetë një pararendës i problemeve serioze shëndetësore si rritja e rrezikut të obezitetit, sëmundjeve kardiovaskulare dhe diabetit. Megjithse modelet e gjumit ndryshojnë, ndërsa njerëzit laken, gjumi i shqetësuar dhe zgjimi i lodhur nuk janë pjesë e planeve normale. Të moshuarit mund të kenë probleme për të fjetur, flenë më pak orë, zgjohen shpesh natën dhe herët në mëngjes, bëjnë gjumë me pak cilësor. Kjo mund të çojë në shqetësime shëndetësore si rritja e rrezikut të rënies dhe lodhjes gjatë ditës. Rreth 50% e njerëzve mbi moshën 55 vjeçare kanë vështirësi për të fjetur dhe për të mbajtur një pushim më të mirë gjatë natës. Shumica e studimeve arrin në përfundimin se terapia konjunktive e sjelljes
por pagjumësinë e papritur dhe kronike është e preferueshme se sa medikamentet, të cilat mund të kenë efekte anësore të padëshiruara si të përzierat. Flisni me një mjek nëse keni probleme me gjumin. Ju mund të shihni përfitimet nga ndryshimet e stilit jetesës ose mjekimi në varësi të shkakut. Por çfarë i shkakton çrregullimet e gjumit të moshuarit? Një çrregullim primar i gjumit do të thotë se nuk ka ndonjë shkak tjetër mjekësor ose psikiatrik. Individët e të gjitha moshave mund të preken nga çrregullimet e gjumit, duke përfshirë të rriturit. Pagjumësia mund të jetë një nga ankesat më të zakonshme mjekësore, veçanërisht e të rriturit. Shpesh bashkëton me çrregullime mjekësore, psikiatrike të gjumit ose neurologjike. Sipas ullumtimet, pagjumësia mund të lidhet gjithashtu me stresin, medikamentet, zakonet e këqija të gjumit ose ndryshime në mjedisin e gjumit. Një studim në lidhje me problemin e gjumit si singaporianët e moshuar raportojnë se ata që kishin probleme me gjumin kishin më shumë gjasa të kishin kushte ekzistuese që do të ishin më pak aktiv fizikisht. Kushtet shëndetësore që mund të shkaktojnë probleme me gjumin, sipas Healthside mund të përfshijnë sëmundjen e Parkinsonit. Ky është një çrregullim neurodegenerativ ku sa shpesh ndodh ose incidenca rritet me moshën. Deri në 40% e njerëzve me sëmundjen e Parkinsonit kanë apne obstruktive të gjumit. Sëmundja e Alzheimerit. Alzheimeri mund të shkaktojë pagjumësi gjatë ditës dhe vështirësi për të qëndruar në gjumë gjatë natës. Dhimbje kronike si dhimbjet e artritit, sëmundjet kardiovaskulare. Një studim tregoi se 39% e njerëzve me sëmundje kardiovaskulare flinin rregullisht më pak se 6.5 orë, duke rezultuar në një rrezik më të rritur për humbjen e jetës. Kushtet neurologjike. Shembujt përfshin sklerozën në shumëfish dhe dëmtimin e traumës të trurit. Gjendjet gastrointestinale. Sëmundjet e refluksit gastroezofageal dhe sindroma e zorës së irrituar janë shembuj të kushteve gastrointestinale të cilat ju lënë pa gjumë. Gjendjet e mushkërive ose të frymëmarrjes. Shembuj të këtyre kushteve përfshin sëmundjen pulmonare obstruktive kronike dhe astmën. Këto kushte mund të rrisin rrezikun për apne obstruktive të gjumit. Kontrolli i dobët i fshikëzës. Medikamentet. Shumë të moshuar janë duke marrë medikamente që mund të prishin gjumin. Kjo mund të përfshijë diuretikët për presionin e lartë të gjakut, antialergjikët, barnat, antidepresive, gjithashtu edhe ilaçet kundër depresionit, ilaçet kundër ankthit, gjithashtu ato kundër alergjive. Përdorimi i kafeinës, alkoolit dhe duanit gjithashtu mund të kontribuojë në problemet e gjumit. Kafeina stimulon edhe zvogëlon kohën e gjumit duke shkaktuar një vonesë në ritmet kardiake të trupit. Alkooli mund të rrisë rrezikun e apnes së gjumit me 25%. Ullumtimet tregojnë se vampirja prish ritmin kardiak duke shkaktuar më shumë pagjumësi. Të moshuarit rekomandohet që fillimisht të përdorin trajtime jo farmaceutike si terapitë kognitive të sjelljes, por pagjumësinë e papritur dhe kronike. Kjo është për shkak se të moshuarit tashmë mund të marrin medikamente të shumta. Çrregullimet e vazhdueshme të gjumit mund të çojnë në shqetësime më të mëdha si depresioni dhe rreziku i rënies. Nëse cilësia e gjumit është çështje kryesore, terapia e sjelljes njëse mund të jetë më e dobishme veçanërisht për pagjumësinë. Kjo nënkupton zhvillimin e zakoneve të mira të gjumit përmes edukimit të gjumit, kontrollit të stimulit dhe funksioneve të kohës në shtrat. Ndryshimet mund të zgjasin deri në 6 javë ose më shumë. Nëse terapia kognitive e sjelljes nuk funksionon për pagjumësinë, mjeku mund të përshkruajë ilaçe ose trajtime të tjera, por mjekimi i gjumit nuk është një zgjidhje afatgjatë. Menaxhimi i zakoneve të gjumit mund të jetë mënyra më efektive për të pasur një gjumë cilësor. Flisni me mjekun tuaj për çdo shqetësim të mundshëm që mund të keni, pasi kjo mund të bëjë edhe me shkak i madh i problemeve të zgjatura. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.